Rasti Asharajve ka qenë kthesa më e madhe për mua personalisht, edhe kum thonë që mu nuk më intereson mas më kthy në Zvicër, as me jetu në Zvicër, as me punu në Zvicër, po ka me qenë këtu afër familjes time, çkado që muna me kontribu, afër Kosovës, çkado që muna me kontribu, edhe kjo ka qenë faktikisht nisma e parë, rasti i prekazit që gjithçka çka kum ditë, kum mujt ju mënu me ofru për vendin tem. Ne jetojmë afër, tash këtu jemi në fshatin Oshlan, jemi në burrin e shtëpisë time dhe vetëm 3 kilometra përballë neve është fshati Libovec, është fshati Galic, fshati Mikushnis dhe fshati Prekaz që nënkupton në 5-6 kilometra nga këtu ku jemi. Sigurisht që shtënat e para kur fillun atje, unë dëgjun edhe në familjet tone dhe në bashkë me babajnë, më fqiun Tim Hasanin, ata rrokën armët edhe unë më një aparat thjesht shkova atje që të mundohem të faktoj gjithçka që muj të fotografoj dhe të shoh. Kështu që unë besoj që në atë kohë është e vërtet që ka qenë shumë vështirë të ofrohesh në lagje, po nga që vija nga disa vende të Evropës që nuk isha mësuar me një demokraci dhe kur ti nuk ke faj, nuk ke pse frigohesh, unë e futa goxha fell, i nxorra ato dokumente, ato fotografi që më vonë unë besoj që u boni bom gjithë botën, u sensibilizu i gjithë opinioni, posaçërisht shqiptar, që me të vërtet kjo nuk dërohet. Dhe sensibilizimi i asaj çka ka ndodhur ato, edhe në rrjete në atë kohë në internet, u bë një informim i gjithë botës, jo vetëm botës shqiptare, por në veçantë shqiptarët besoj që ka qenë momenti i kthesës ose do kurrë. Unë e kum thonë shpesh, në formimi dhe ndërtimi i OÇK-s është fillu fillimisht në bazën e besimit. Besimi ka qenë më tepër të lidhet familjarit, të dajat, të zaku, se ti nuk mundesh me shku dikujt në 3 natës, me thon hap ma derën nëse nuk e njeh. Mirë, po është interesant që pas rastit të Asharajve, masovizimi i ushtarëve të OÇK-s ka qenë aq i madh, saqë kur e kupton brenda një viti e gjys, më tepër se 20.000 ushtarë u uniformu, më organizu në për 7 zonat të Kosovës, edhe me kriju edhe njësi speciale në kode që asaj kohë kaq shkurt, është një vullnet shumë i madh për liri dhe është një dëshmi që shqiptarët nuk dorojnë marrëbëri. Kështu që në atë kohë unë kam servit në Shqipëri, të thash më herët, jemi hyrë si njësi speciale në Kosovë, ndërkohë kemi pas kërkesa që të shkojmë në Shqipëri me qëllim furnizimi me armë disa herë dhe nga të bëma të hitet tona, realisht më është thonë një përgjegjësi në atë kohë, domethënë nga shtapi i përgjithshëm në shtapin e zonës bashkë me komandantin Ramonin në Verin dhe është e vërtetë që të marrësh përgjegjësinë moshën 23 vjeçare me të gjitha ato djem, me vullnet shumë të madh, po megjithatë të gjithë janë të armatosur. Është përgjegjësi shumë e madhe sepse ke përgjegjësi drejt për drejt, për shkak se ne jetojmë bashkësi familjare, ke përgjegjësi edhe nga pjesa e familjes tyre. Kështu që ju mënu me qenë, me respektu të kodin që e kemi pas, një disiplinë pak ma tashpër nështë se që është dasht, por që unë besoj në formimi njësive speciale, ka qenë shumë i domosdoshëm, për shkak se janë grupet vogla, jetojnë bashk, ushqejnë bashk, ushtrojnë bashk, i marrin aksionet bashk dhe ata lidhen me zveti. Kështu që në Guerile unë besoj që njësi speciale kanë tregu sukses gjithandej, sigurisht që edhe ne kemi tregu suksese ato ku kemi pas mundësi, kapacitete tona si njësi speciale. Kushte lufte, djemë që rrokin armët për liri, i kanë veshësy drejt trajnusit, drejt e prorëve të vetë, dhe me thonë që i trajnojnë. Kështu që mu më kujtohet shumë mirë kur na trajnojnë në qerret Shqipërisë, Kadri Kasrati, ne të gjithë shtatet që ishëm ato, i hapnim vesh e sy, e mundnim të absorbonim gjithat shpjegim që bënte në atë kohë e prori. Kështu që edhe në Kosovë ka ndodhur gati e njëjta, edhe po du më ta tregu një detaj. Edhe sot njësi speciale, ti mundesh me bëu edhe 1000 herë shtat. Po formimi, formacioni në shtat është një dukurinë, ata që e din njësi speciale e kuptojnë këtë gjë. Është vëzhguesi i cili është shumë i mençur dhe i cili është shumë trim përpara. Është snajperisti mrapa, i cili e mbulon edhe vëzhguesin, edhe prorin i cili është mes, i ka 2 ushtarak majtas, 2 djathtas. Në dorën e djathtë ka armën,
në dorën e majtë shpesh ndodhë që me pas edhe komandë në heshtje. Kështu që kur i shpjegon këtu, për një pjesë si ka mundësiu që kjo aty ketë, por sigurisht i ka pas. Dhe për këtë arsye ka pas shpesh suksese.